Qeveria e Kosovës ka ndarë 500.000 euro për kombëtaren e futbollit pas fitores së rëndësishme ndaj Slovakisë, një triumf i cili i dërgon dardanët në finalen e play-offit për kampionatin botror 2026. Ky sukses historik jo vetëm që shënoi një arritje të jashtëzakonshme sportive, por edhe një moment krenarie kombëtare për të gjithë qytetarët e Kosovës. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar, kryeministri Albin Kurti vuri në dukje rëndësinë e kësaj fitoreje. Një fitore nesër, po ashtu do të përbënte një arsye për të mbledhur sërish ne këtu. Në rast kualifikimi në Kupën e Botës, do të ndajmë edhe 1 milion euro të tjera për përfaqësuesin tonë në futboll. Kurti rikujtoi se në fund të nëntorit, pas sigurimit të play-offit, ishte ndarë një shpërblim prej 250.000 eurosh, ndërsa sot po realizohet premtimi për 500.000 euro të tjera për fitoren ndaj Slovakisë. Kryeministri shtoi se në rast të kualifikimit në Kupën e Botës, qeveria do të ndajë edhe 1 milion euro shtesë dhe shpërblime të tjera që nuk mund të imagjinojnë lojtarët për sukseset që do të arrijnë në botror. Ky shpërblim i votuar me unanimitet nga kabineti qeveritar shënoi një tjetër moment historik për sportin kosovar, duke u bashkuar me arritjet e tjera të vendit në fushën ndërkombëtare. Suksesi i kombëtares, i cili shënon edhe përvjetorin e 10 të pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, konsiderohet një nga momentet më të rëndësishme sportive dhe simbolike të dekadës.